Policia e shtetit ka dhënë detaje për operacionin Befasia të zhvilluar në Reshen, por ende nuk ka shifre zyrtare për sasinë e drogës së kapur, e cila dyshohet të jetë deri në 3 ton. Komunikata e policisë sqaron se ka filluar të peshohet se si e ashashit të gjetur në magazinën e shtetasit Kastriot Reci, 44 vjeç, tek vendi i njohur si ish grumbullimi në dalje të Reshenit. Gjatë kontrollit u konstatua një sasi e madhe bimësh në proces tarje dhe përpunime. Pronari i magazinës së përshtatur për tharjen e bimëve narkotika është shpallur në kërkim. Policia e Lezhës dhe forcat e FNSH gjatë ndërhyrjes në magazin kapën duke punuar 22 shtetës, të cilët u arrestuan. Pjesa dërmuese e tyre janë banor të zonës, por ka edhe persona nga Lushnja dhe Gjirokastra. Ndërkohë policia duket se është treguar bujare me femrat, pasi ndaj tyre ka vendosur procedim penal në gjendje të lirë. Të arrestuarit janë Altin Doj, 32 vjeç, banues në Kurbin, Jetnor Kaja, 24 vjeç, banues në Lushnja, Ramo Gaba, 48 vjeç, banues në Gjirokastër, Leonard Lama, 26 vjeç, Soko Lama, 37 vjeç, Ilir Meraj, 40 vjeç, Deda, 33 vjeç, Fatjon Lama, 20 vjeç, Gjon Prenga, 28 vjeç, Ilir Lama, 26 vjeç, Valentin Simoni, 34 vjeç, Gjovan Doj, 27 vjeç, Taulant Marena, 25 vjeç, Afrim Bulica, 37 vjeç, të gjithë këto banues në Mirdit. Ermir Capani, 23 vjeç, Paulin Prenga, 22 vjeç, Gjet Ndoj, 23 vjeç, banues në Kurbin, Petrit Prenga, 24 vjeç, Vitor Leshi, 23 vjeç, Arben Lesaj, 38 vjeç, Maringlen Gjinaj, 39 vjeç, banues në Lezhë dhe Eralt Zajmi, 24 vjeç, banues në Lushnja. Në gjendje të lirë, po procedohen edhe 9 të tjerë. Veprat penale në ngarkim të këtyre shtetasve janë prodhimi dhe shitja e narkotikëve dhe grupi i strukturuar kriminal.